She's on Air, jemi në panairin e librit 2025 dhe sot kemi ardhur për të parë të gjitha botimet e reja, për të takuar autorët nga afër, për të parë gjithë sfidat që ata mund të kalojnë gjatë shkruarjes së një libri dhe jam bashkë me Engine. Sot do të zhvillojmë intervista të ndryshme jo vetëm me autorë të famshëm, por edhe me qytetarë të ndryshëm, ku do t'i pyesim ata se sa kanë lexuar këtë vit, çfarë librash kanë bler dhe do t'i vëmë përballë disa pyetjeve pikante. Vetëm ti ta bësh këtë, sidomos kur vjen fjala për librin. Kështu që hajde. Andishti. Jam kuriozer për librin e Heitit. Pasi të mbaroj panairi, do doje ta pije një kafe me Heitin? Patjetër. Po Heiti është shumë e zënë. Ta blesh librin e saj? Nuk e di ta shoh njëherë nga afër. Heidi Baci, ka shkopa të parë në televizor dhe tani po të shohim në panairin e librit. Si është kjo eksperiencë për ty, se është hera parë? Është eksperiencë ndryshe, jam shumë e lumtur, kam shumë satisfaksione sepse jam në kontakt me njerëzit live, domethënë mund t'i përqafoj, mund të kënaqem me vlerësimin e tyre dhe shkëmbejmë ide. Një koment tipik që të ka ardhur dhe do të ngelet gjithmonë në mendje nga një lexues. Po tani më vjen zor se më duket sikur Hajde, që vlerësojnë mënyrën e shkrimit tim, patjetër, i pëlqen vlerat që unë transmetoj. Heidi, për kë mendon ti kur shkruan? Domethënë çfarë është ajo që ty të frymëzon për të shkruar? Eventet e jetës edhe realiteti. Se për te i fakti që unë pastaj mund t'i kamufloj me elemente natyre, siç edhe kam thënë një herë në një jask, gjithmonë janë të bazuar në gjëra që kanë ndodhur ose evente reale të jetës time ose çfarë shoh ose evente që shoh tek të tjerët. A e duke planuar tani me një libër tjetër? Po, Kur do kemi neve mundësinë ta kemi pjesë tonë? Poezi nuk do e lë, e kam thënë, por që mund të jetë një roman, si gjithmonë fantasy, por ndryshe. Kështu që Po në televizor kur do të shohim prap? nuk e di këtë. Ka larguar libri nga televizioni, po të pëlqen pak më shumë kjo ideja të qenit një shkrimtare? Me përkëdhel kjo gjëja, por jo, më pëlqen njësoj edhe televizioni, kështu që nuk i ndaj dot, i ndi afër të dyja, kështu që të shohim. Kush këlqen më shumë Heidi, në televizion apo në libër? Po janë dy gjëra shumë të ndryshme. Edhe më duket sikur tani Kjo është e vërtetë që janë të ndryshme dhe pikërisht se janë. Heidi, kur takon fansat e saj, fillon të skuqet, e kapi çik baba. Nuk e di se si. Dhe është shumë interesante që një vajzë që është pjesë e televizionit në të njëjtën kohë e kap bicikletë. Jo, po unë e kam thënë këtë gjën, sepse kamerat nuk janë njëjta gjë si njerëzit e real. Domethënë nuk e ke psikologjikisht aty njeriu që të thotë gjëra dhe unë jam i çik kështu. Çfarë të ndihmon ty të shkruash? Dashuria patjetër, po. Është pjesë e jetës dhe ajo. Po pra, të gjërat natyrale. Po, patjetër. Ka shumë fantazi brenda. Shumë, po. Si ka raportet e Heidi tani me dashurinë? Nuk besoj se as e intereson me të drejtën njerëzve që më ndjekin. Si intereson me vërtet kishit ti vetë. Nuk me ato vërtet duan të shohin artin tim. Ç'ishte kjo Artin tim. Ju lutem shikojeni Heidin nga arti këto kohë. Ju lutem. Tani po tregon vetëm dashurinë për librin, pra. Po, dashurinë për librin, për njerëzit, për punën, po. Jam në humor të mirë, kështu që. Okej, ishte shumë kënaqësi. Edhe Heidi për është shumë e mirë dhe shpresoj që të lexoj sa më shumë libra nga ty. Faleminderit shumë. Cilta direkte pas Heidit. Jo rastësi, domethënë nuk ishte si të ndodhte ndryshe. Të ndodhte ndryshe s'kishte se si, do thonte Kadareja, po me që jemi dhe te panairi i librit. Si duket këtë vit panairi? Më duket që ka më shumë njerëz dhe më gëzon shumë. Më gëzon sepse më jep një lloj shprese që rinia lexon, rinia e do librin dhe në moment që ti do librin, do dijen, do të ardhmen dhe do dhe zhvillimin. A bën dhurata libra ti? Bëj, po vetëm për njerëzit që i njoh shumë mirë që mund t'ju adish shijet. Pra, mendoj që libri është pak si parfumi, është shumë personale shija librit dhe perceptimi që ti mund të pëlqesh një libër tjetër, një zhanër tjetër dhe jo çdo gjë që pëlqej unë mund të jetë e mirë dhe për ty. A ja bën nusja Vjerës dhurat një libër dhe çfarë libri? Modestisht do thoja që vjera ime është enciklopedi librash. Kështu që është e vështirë që ti bësh një libër dhuratë, asaj të gjithmonë e kundërta. Unë marr nga biblioteka sa gjithmonë për të lexuar libra dhe akoma nuk kam mbaruar as çerekun e bibliotekës së saj për ta lexuar. Një nga librat e fundit që po i merja ishin të Kadares.
kishte koleksionin e Kadares original që ishte një dhuratë na vet Kadareja, kisha dëshirë pikërisht të lexoja një libër me mbishkrimin e tij dhe ky ishte libri i fundit që i mora. Kam ndërmend me ble libër në lidhje me bisedat letrare që kemi në shkollë. Edhe një specifik. Po, Iliada. Po ti, Hamletin. qa libra do blini sot? Do blim një libër për provimet e lirimit, për ushtrime. Ke ardhur me ndonjë libër, do me thonë me ndonjë ide të qartë? Po, e bleva. E bleve? Po, e bleva. Një ndër figurat e tjera që gjeta në panairin e librit është Bujar Kafexhiu, i cili ka ardhur me botimin e tij të ri, Steferi i Tiranës. Për çfarë flet ky? Ky është një figurë shumë popullore në Tiranë dhe ka qenë një njeri pa shkollë për një aftësi gjeniale që në moment krijonte 4 vargje me rrim për çdo karakteristikë. Çfarëdo njeri që kishte dëshirë të dinte për karakterin e vet një poezi, atëherë ai ja bënte menjëherë. Kryeministri Edi Rama është një nga miqtë e juaj të vjetër dhe doja të dija ka ardhur t'ju vizitojnë në panair? Problemi është nga miqtë e hershëm, ose siç e quhet unë kam qejf ta quaj miqtë e ka hershëm, dhe a ka ardhur as ka ardhur këtu unë nuk e di, por këtu përpara meje në pavionin tim nuk ka kaluar akoma. Po them se do të vijë, do ishte me interes, po ai është shumë pasionant mbas librit, aq më tepër që shkruan edhe vet. Me shumë dashuri i kam shkruar poezinë. Unë edhe kur kritikoj, edhe kur bëj humor, gjithmonë e bëj me shumë dashuri, duke mos e fyer me humorin që nuk denigron, po që e ruan figurën, e ruan etikën, natyrisht bëj vërejtjet e mia që personazhi të marri mesazhin tim, por mundësisht edhe të buzëqesh. Unë përgjithësi jam shumë tek poezit, jo tek për shembull këto novelat. Shqiptare apo të huaj? Shko shqiptar, domethënë Ismail Kadareja të drejtërua golli pak më shumë. Do ta filloj në sulm direkt. Në sulm po. Cili nga deputetët shqiptar ka më shumë nevojë për të lexuar? Më keq ta them, po 90% e tyre. 90% po shumë. Flas për ato që kam takuar unë, që kam qenë punuar kolegë që kam punuar unë, tash ky më duket A thua një emër? Ky më duket se është dhe më keq akoma. Kam hezituar shumë nëse duhet ta botoj birin apo jo. E shkrova, edhe kur e kam shkruar kam hezituar, po sidomos kur e kam botuar për herë të parë në 2020 kam hezituar. A kam unë të drejtë t'ia ngarkoj dhimbjen time edhe lexuesit? Po në fakt, po të mos e botoja, unë bëja një pabesi, pra unë nuk isha e sinqert me lexuesin. Cila është një nga frazat e librit Biri, e cila ti do ta mbash mend gjithmonë dhe do godasi njësoj sa herë që ti ta lexosh? Nëse e sheh me lup errësirën, prapë errësirë do të shohësh edhe më të thellë. Kështu që kjo ka qenë një farë mënyrë edhe ajo po them projeksioni im mbi dhimbjen që s'duhet parë me lup, po duhet parë me dritë. Dhe u propoqa shpresoj ta shoh me dritë. Ke vlerë për fëmijë? Po. Po të vetë qa zhanëri të pëlqen? Me të ndërë dhe nuk lexoj shumë, më të gënjej ka. Do mos thuash herën e fundit që ke lexuar një libër? Të librat e vajzave lexoj ngaherë. Ku të gjeta unë të këtu tani? Sipas ka ardhur vetëm sot. Ku i ke gocat e gratë e tjera? Po, shiko, Ema kishte qenë dje pas dite edhe për një aktivitet që ishte te panairu, takuam, ajo na referoi librat edhe gocat gjithashtu kishin planet e tyre. Frym të vdekura nga Gogoli, It's My Time, që është Flora Skëndo, autorja që besoj është një manifest që gjitha gratë bëjnë mirë ta lexojnë dhe është në anglisht. Ky është një libër që ka dashuri brenda dhe unë kam nevojë të lexoj pak emocione dashurie këtë kohë. Edhe Anë, prit, rriçi ka të sishte ky muhabet e dashurisë. do ta them të martën te gocat e gra. Çdo të riu i them, nëse duan ta shijojnë jetën në të gjithë dimensionet e veta, lexojnë sa më shumë libra. Po të Heidit. Jo, nuk e kam lexuar ta të blesh? Heidit, me shumë qejf dhe abdia edhe Heidit. Përshëndesim Heidin. Po, patjetër që po. Nuk mund të nxjerrësh një libër sot për nesër dhe dalësh me një kështu. Po thua që problemi i librave shqiptarë është se nxirren sot për nesër dhe hajta shesin? Pa.